Këngëtarja e njohur shqiptare, Fjolla Morina, ka vendosur t'i japë fund lidhjes së saj sentimentale pas aventurës së fundit në Big Brother VIP Kosova, një eksperiencë që duket se ka ndikuar jo pak në jetën e saj personale. Fjolla, e cila ju bashkua edicionit të 4 të formatit shumë të ndjekur, ishte ndër emrat më të komentuar që në hyrje, duke tërhequr vëmendje të madhe nga publiku dhe mediat roz. Megjithatë, rrugëtimi i saj në shtëpinë më të famshme në Kosovë nuk zgjati shumë. Ajo vendosi të tërhiqej nga gara për arsye që lidhen me mirëqenien e shëndetit të saj mendor, duke zgjedhur të vendosë në plan të parë qetësinë dhe stabilitetin personal. Por duket se kjo eksperiencë intensive nuk la pasoja vetëm në aspektin emocional. Fjolla dhe partneri i saj kanë vendosur të ndajnë rrugët, duke i dhënë fund marrëdhënies së tyre pas daljes së saj nga reality show. Lidhja, e cila deri vonë dukej e qëndrueshme, nuk arriti t'i rezistoj presionit të madh mediatik, komenteve të vazhdueshme në rrjetet sociale dhe dinamikave të krijuara gjatë dhe pas qëndrimit të saj në shtëpi. Përvoja në një format si Big Brother VIP Kosova shpesh sjell emocione të forta, reflektime të thella dhe ndryshime në perspektivë. Burime pranë këngëtares bëjnë të ditur se pas daljes nga shtëpia, Fjolla ka vendosur të bëjë një reset në jetën e saj, duke rishikuar prioritetet dhe marrëdhëniet personale. Kjo periudhë reflektimi duket se ka çuar në vendimin për t'i dhënë fund lidhjes, në mënyrë që të dy palët të vazhdojnë rrugëtimin e tyre veçmas. Ky zhvillim vjen pak kohë pasi artistja u përball me sfida të shëndetit mendor, çka e detyroi të largohej nga gara, duke lënë pas jo vetëm lojën, por edhe një kapitull të rëndësishëm të jetës së saj personale. Për fansat e saj, ky është një moment delikat, por njëkohësisht një pikënisje e re për këngëtaren. Tashmë, ndjekësit presin që Fjolla Morina të rikthejë fokusin te vetja, te shëndeti dhe mbi të gjitha te muzika. Me energjinë dhe karakterin e saj të fortë, ata shpresojnë që kjo periudhë të shërbejë si frymëzim për projekte të reja artistike, duke e parë këngëtaren të rikthehet më e fuqishme se kurrë në skenën muzikore. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.